Hadithi që transmeton Haythamiu nga Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë: ditët më të mira të dunjas, ditët më të mira padyshim dunjas janë 10 ditët e muajit Dhulhijja. Dhe nuk ka mundësi që Allahu t'i zgjedh këto 10 ditë dhe mos ketë ndonjë hikmet, ndonjë urtësi, ndonjë veçori që e kanë këto 10 ditë për dallim prej ditëve tjera. Padyshim se ka ndonjë hikmet në këtë gjë. Andaj dietarët i kanë përmend disa veçori që i kanë këto 10 ditë me të cilat dallojnë prej ditëve tjera. Veçoria e parë në këto 10 ditë është se Allahu është betuar në këto ditë, siç e përmendëm më herët. Veçoria e dytë është se Allahu i lartësuar i ka quajtur ditë të njohura, ditë të caktuara, ditë që dihet pra se janë të veçanta prej ditëve tjera. Ditë të njohura që duhet njihen nga gjithë muslimanët dhe t'u dinë vlerën. Si për shembull prej njerëzve, kur thua për dikon të filani është VIP për shembull, shumë njeri i njohur, shumë s'ka nevojë diskutohet rreth asaj, domethënë. Gjithë e dinë se kush është. Edhe këtë ditë Allahu me një fjalë ka quajtur ditë, pra në atë zhargonin ton VIP, shumë të rëndësishme, që dallojnë prej ditëve tjera. Andaj besimtarët duhet t'i dinë dhe duhet t'i kenë parasysh.